O vllazni, Allahu xhaleshonuhu buzëqeshi, u lumturu, u gëzu nga veprimi i këtij sahabiu që e boni në raport me musafirin. Po të nderuarit e mi, a thu, qysh është ndi Allahu te bareke ve teala kur disa vllazni e motra tona e disa familjar tonë që këto për thonë me keqardhje, jo për me pështru kërkan, as me nënçmu kërkan, po për themi pi zemrës së vrame, se nuk është veprim që duhet më u bo kjo. Ditën e Bajramit, vend me prit e me përcjell musafir, e me i shku dikujna musafir, e me ja beku e sofrën në ditën më të madhe, në festën më të madhe që Allahu xhaleshonuhu e ka quë për ne besimtarët musliman, i gjetën arsye dhe po i gjojnë arsye vetës, m'jan gjit drynin shtëpisë dhe banesës, edhe mi kop gruan e fëmin, edhe hajt në përdetna, në përpushime, në përgjona, me të cilat pasha Allahin që është një, me pas bo, me pas mundësi me zbrit shpallje, kogja shpesh ishin ardhë ajete, sikur që ishin ardhë që u mahnit Allahu, e u gëzu Allahu me këto, ish ilnu Zoti, kogja shpesh me do veprimet tonat. Qysh me vllazni muslimani, i biri i muslimanit edhe i muslimanës, qohet dit Bajrami, dit feste, dit kremteje, e mshel derën, jam mshel derën musafirit, e nuk pret musafir, e nuk shën musafir, po qohet e kap kryt në dorë dhe në përpushime, në përdetne, në për... A nuk ka met dit, a nuk ka met kohë, a nuk ka met moment, na me shku në përpushime tjera dita. A veç që të dit na kanë met o vllaznia. A veç dita e Bajramit na ka met me shku. Ndetja. Qfar përbuzje, qfar nënçmimi, qfar poshtrimi i bojmë vetë vetës, edhe fesë, edhe traditave tona kombëtare shqiptare, edhe Allahu tonë, i cili na i ka çu këtë mirësi kaq të madhe. A nuk ko mu bo nevojë çaj person edhe çaj familje kur më u drejtu Allahut për një hall dhe për një brenga? Me çfarë fytyre i dolum nesër prap Allahut xhaleshonuhu i thojnë: o Zot, na mbroj, o Zot na i shëroj vladet, o Zot na i mëshiro të vdekurit, o Zot na udhëzo, o Zot na i mundëso realizimin e synimeve, qëllimeve, nevojave tona në jetë. Qysh? Qati Zoti që i kena thonë na e mshelum derën, edhe nuk e pranojna mirësinë edhe begatin tone, në ditën më të madhe, në festën më të madhe, në festën e Bajramit. A pishe vllazni tonë? I kalon punat, i kalon obligimet e tyne, në për gurbete, në për veç me orë dhe me kremtu dhe me festu këtu bashkë me neve. Se ja din vlerën kësaj feste. E na këtu, qohmi e kopum kryt në dorë, edhe, më në vllaznise, nuk është morale, nuk është njerëzore, nuk është fetare, nuk është kombëtare, e nuk na përket neve. Kjo formë edhe ky gjest edhe këto gjeste. Sepse na po kojmë hallë sot se nesër ka rrezik mu bo e përgjithshme kjo. Na ashtoj im pak si shqiptar, si të shumë dikon të bo diqka, hyjëmi madhe i vogël se krejt po shkujnë, hajde edhe na të shkujna.